Zoti Qori, fillojmë me ju, pastaj dhe me zotin Argjiu. Kryeministri sot ju ka përmendur disa herë. Ndihmojeni sa më parë, lutem, ç'është qëndrimi juaj për projektin e Zvërnec. Domethënë ka përmendur rregulloje ti, rregulloje nëse tenden. Që mos bëj zhurmë. Pse po protestoni? Ta nisim nga gjëja më pak e rëndësishme, po që është do me thënë se prap. Unë kam qenë bashkë me aktivistë. A ndihmua të, ju lutem. Pa po them, që ditën e shtunë, me aktivistë Lëvizjes Bashkë, kemi qenë Zvërnec, na kanë thirrë qytetarët banorët të vendas, kemi protestuar, na kanë gjuajtur me atë spraj në syve, kemi qenë dëshmitar të rrëmbimit personit nga banditët e policisë private, të memecerisë dhe shurdhërisë së policisë shtetit për të ndërhyrë dhe për të mbrojtur qytetarët nga gangsterët. Kemi qenë pjesë e protestave, të 2 protestave në Tiranë, dhe mbesoj ylli, ftesa jote ka qenë e para që unë kam marrë këto ditë nga televizionet. Të mora që javë ditën, po si është ftesa e parë dhe kjo është dalja ime e parë në televizion Shqipëri, ndërkohë që në Shqipëri po bëhet nami, ose më saktë, kjo është ftesa e dytë, po e para e di nga më ka ardhur? Nga Kosova. Dje, televizioni TV1 në Kosovë, u shqetësua dhe tha, pa të pyesi mirë që ndodhë në Shqipëri. Televizionet Shqipëri, censur absolute, sikur këtu nuk po bëhet nami, dhe vetëm sot që ka dalë Rama është detyruar të reagoj publikisht, janë kujtuar për atë që po ndodh. Në Shqipëri po ndodh diçka jashtëzakonisht e rëndësishme, është kulmimi një procesi që unë e quaj të akumulimit nëpërmjet shpronësimit. Shpronësohet pronarët e vegjël, legjitim, në Zvërnec po nga do, në Rjoll, kudo ku ka problemet ngjashme, në Bregdet edhe në Male, është një proces i shpronësimit nga pasuria jone e përbashkët publike, se një zonë e mbrojtur nuk është thjesht pronë private. Një zonë historike nuk është thjesht pronë private. Është pronë dhe pjesë e trashëgimisë tonë natyrore dhe kulturore. Është njëkohësisht, dhe ato tela me gjemba janë një tregues shumë i rëndësishëm dhe në një farë kuptimi zhveshje e qytetarëve nga dheu i tyre. Se unë nuk kam parë në një rast tjetër në botë që të rrethohet plazhi me tela me gjemba. Nuk ka. Mund të rrethohet një shesh ndërtimi me tela me gjemba, po të rrethohet plazhi. Ca gra aty po ta shikoni aty mbrapa, kaluan në det që të futeshin brenda tokave të tyre dhe atë burrin që pastaj e rrëmbyen edhe i vun pistoletën kokë sipas dëshmisë tij. Në atë zonë e kapën pikërisht tek telat me gjemba. Pra jemi në një shpronësim disafisht dhe pikërisht ndaj këtij shpronësimi disafisht, ndaj kësaj dhune që nuk është vetëm fizike, po dhuna fizike është simptom e një dhune strukturore, asaj që të thash pak më herët, e shpronësimit, e akumulimit nëpërmjet shpronësimit. Kjo ka qenë arsyeja pse qytetarët në Zvërnec të shtunën dhe qytetarët në Tiranë të dielën dhe me mira sot të hënën dhe akoma më shumë nesër të martën e kështu me radhë, kanë dalë dhe do dalin në sheshet e Shqipërisë. Kjo protestë që kemi në këtu përpara, është protesta më e bukur që ka ndodhur në Shqipëri në 35 vitet e fundit, ka qenë më e madhe se protesta e studentëve të vitit 2018 dhe aty zoti Qori jeni dhe ju pse? Patjetër, jemi aty sepse besojmë në outcause, sepse kemi qenë si parti e kemi ngritur zërin atëherë kur asnjë parti nuk e ngritur zërin. Kur unë kam qenë Zvërnec dhe me Redi Muçin dhe me aktivistët e tjerë të Lëvizjes Bashkë, nuk na ka parë syri asnjë përfaqësues të asnjë partie tjetër politike. Sot që flasim, Edi Rama del e msulmon mua, Sali Berisha del dhe thot ne jemi pro investimit, pra praktikisht është në krah të Edi Ramës, dhe kjo përgjigja nga populli aty mira veti, di që kanë thirrur sot? 3 thirrje kanë qenë. Anulo projektin, dorëheqje e Ramës dhe Rama në burg, Berisha në burg. Kur në Shqipëri, as në protestën e studentëve, thirrje të tilla politike emancipuese nuk janë thënë një zëri nga kaq shumë njerëz dhe ku strukturat e poshtrat partive të vjetra politike nuk kanë qenë pranishme. Ajo është e para protesti s'ka guxuar të afrohen patronazhistët, s'ka guxuar të afrohen berishistët, sepse masa e madhe e qytetarëve të Tiranës thërristen korr, përveç thirrjeve patriotike që sigurisht i duan të gjithë, thërristen korr që këta 2 bashkëfajtorë, pse ka ardhur Shqipëria në këtë gjendje, të përfundojnë aty ku e kanë vendin
dhe në burg. Dhe ajo çfarë më jep akoma dhe më shumë shpresë, është që njerëzit protest kërkojnë që ajo të vazhdojë, kërkojnë që ajo të jetë masive, kërkojnë që të ndalet ky projekt shkatrimtar për natyrën, për pasuritë tona, të përbashkëta, dhe për tjetërsimin e pronës private, jo vetëm në Zvërnec, po kudo tjetër për Shqipëri. Po bisedoja me qytetarët në Zvërnec ditën e shtunë. E di që më thoshin? Ore, këta pronarët, shehu me shok, nuk janë dhe banor të fshatit, nuk e kemi parë kurrë. Si ka mundësi që 3 janë pronar me 10 hektara, ku di unë sa, kur fundja Shqipëria me 7.501 e ndau të tokën barazisht, si ka mundësi që kemi 3 latifondist, mesjetar dhe qindra fshatar të thjesht që kanë ngelur të papronë. Nga doli kjo mrekulli mesjetare kështu, që u shpikën 3 pronar dhe qindra tjerë. Njerëz që më tregonin, baba im, gjyshi im, gjyshja ime, nëna ime, kanë punuar, kanë hapur rrugën, kanë punuar, kanë mbjellur pemët. Dhe ne thot jemi të papronë, ne jemi të shpronsuar. Vinë këta gangsterët që kanë kapur kadastrën e Vlorës, që kanë kapur kryeministri, që kanë kapur ministrat, drejtorët e policisë, drejqit e të birin, Spaku sot ka deklaruar që ka kapur hetimet dhe janë shndruar në pronar. Janë shndruar në njerëz që projektojnë të bëjnë miliarder, bashkë me oligarkët që do ndërtojnë aty si kastrati me shok, e bashkë me oligarkë tjerë të huaj që do e shohin Shqipërinë si vend për fitimet shpejta. Se këtu flitet për miliarda euro investime, po askush nuk di të thot, a ka kosto për këto miliarde euro investime, po të na vinë njëri dhe të thot do ndërtojmë kazino në Kalan e Krujës. Do prishim Kalan e Krujës, do ndërtojmë kazino. $3 miliardë, do e pranojmë, po të shkoj një tjetër, e kanë bërë pjesërisht. Do thonë, do ndërtojmë resort turistik gjigant duke shkatruar Butrintin. Do e pranojmë, pra a ka kosto investimi dhe e dyta. A tregon do tjeri se nga ky investim kush përfiton? Çfarë do përfitoj populli shqiptar, komuniteti zonës? Çfarë do përfitoj? Do jenë yzmeqarët, ata që lajnë banjot e miliarderëve? Çfarë kanë përfitoj? Çfarë do përfitojnë? Çfarë po përfitojnë sot që flasim? Në dhërmi, në palas, tendasit, aty ku oligarkët kanë bërë namin, aty ku oligarkët shtojnë miliarda, qa përfitojnë komunitetet vëndase, qa përfitojnë të rinjë që punojnë për 5 lekë? Kishte brenda dhe edhe pjesë në momentin Arlind, çfarë është e palishme në këtë rast? Çfarë është e palishme, do na thot Spaku njerë, se Spaku për a thot jemi në hetim se këtu kemi vjedhjet pronës. Vjedhjet pronës që ka 25 vjetë. Po mirë, është i procesi vjedhjes pronës. E dyta, ta që janë në të dy llojet e qeverisjeve. Banorëve Baton? Unë e kuptoj Arlindin për retorikën edhe për atë që dëshiron të arëzoj pushtetin, është e drejtë të tij se është politik, por absolutisht nuk pajtohem me gjuhën, absolutisht nuk pajtohem me të vërtetën që i duhet, ose me të vërtetën që ja u thot protestuesve.